është rritur kulti i individit. Ne kemi ushqyer dhe narcisizmin brenda tyre, edhe ata e kanë pranuar, e kanë përqafuar fort, edhe delirantizmin. Pra, për narcisi kryesisht shoqëria, fatet e saj, vendi ekziston për të shërbyer e tij. Pra ai nuk e sheh veten si shërbës publik. Edhe narcisi nuk ka keqardhje për pasurinë që le pas. Pavarësisht që mund të jenë tragjedi, mund të jenë të përmasave të një vendi, të një kombi, të njerëzimit komplet, narcisi nuk ka të tilla keqardhje. Ai e shef shtetin, politikën, partinë ku është, qeverinë, ministrinë ku është, nuk ka rëndësi. E sheh në funksion të qëllimeve të tij, të egoizmit të tij. Kështu që në këtë mënyrë duhet dalë dhe opozita nga egoizmi i disa personave që kanë pushtuar, se ata po ndryshuan aty do jenë në opozitë. Duhet ta kuptojnë që shqiptarët tani nuk po dalin sa duhet protest për arsye se kanë mosbesim.